Ish banorja e Big Brother VIP Albania Egli Tako ka reaguar për herë të parë pas largimit të saj, duke ndarë mendimet mbi situatën e saj dhe të gjestit, një tjetër ish banori i spektaklit. Egli shprehu shqetësimin e saj lidhur me ndjesitë dhe presionin emocional që përjetoi gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e famshme. Në postimin e saj, ajo theksoi se mendohuni mirë para se të bëni një grua të qaj, sepse Zoti numëron lotët e saj. Kjo frazë e saj ju duk ndjekësve shumë e fuqishme, duke nxitur një reagim të menjëhershëm në rrjetet sociale. Reagimi i Eglit, që ndërthur ndjenjat e hidhërimit dhe reflektimit, është parë si një kritikë e drejtë ndaj situatave që ndodhin brenda këtij formati televiziv, ku emocionet shpeshherë janë të përqendruara dhe të thella. Pjesëmarrësit që ndjejnë se janë në presion janë shpesh subjekt i komenteve të ashpra nga publiku. Pas reagimit të saj, ndjekësit shprehen mendime të ndryshme, disa ishin mbështetës të saj, ndërsa të tjerë e kritikuan për veprimet e saj, duke cituar se nuk është e lehtë të jesh në qendër të vëmendjes dhe gjithmonë i nënshtruar kritikave. Këto komente tregojnë se sa e vështirë është të jesh një figurë publike. Një pjesë e komenteve e përqendruan vëmendjen te mënyra se si Egli ndihmoi të tjera gra dhe si ajo është bërë një inspirim për ato që përballen me situata të ngjashme. Egli, je e fortë. E kuptoj qartë hidhërimin tënd, ishin disa nga fjalët e mbështetjes që ajo mori. Reagimi i mprejtë i saj u pasi një thirrje për ndërgjegjësim, duke e vendosur Eglin në qendër të një debati më të gjerë mbi dinamikat e marrëdhënieve në formate televizive si Big Brother. Çështjet e presionit psikologjik dhe reagimeve sociale shpesh janë jashtë vëmendjes, por Egli Tako priti më shumë se që e priste me këtë reagim, ndërsa Egli e përjetoi këtë eksperiencë si një mundësi për të folur për vuajtjet e saj. Kjo ngjarje u shndërrua në një mundësi për të nxitur një dialog më të thellë mbi shëndetin mendor dhe mbështetjen që nevoja për të ndihmuar ata që ndjejnë presionin e publikut dhe shoqërisë. Së fundi, ndërsa ajo shpërndau mendimet e saj me ndjekësit, diskursi për forcën e grave dhe rëndësinë e mbështetjes emocionale u bë më i dukshëm. Kjo situatë nxori Eglin në një dritë tjetër, duke e ndihmuar atë të shfaqë vokalin e saj dhe të bëhet zë për ata që ndihen të vetmuar dhe të paaftë për të folur. E ardhmja e saj në këtë drejtim duket